Ministri i Arsimit dhe Sportit Ogerta Manërstiliu bëri të ditur se janë mbi 15.000 nxënës që ndjekin aktualisht arsimin profesional, për të cilëve mbi 4.400 nxënës janë regjistruar këtë vit akademik, ose 10% më shumë se një vit më parë. Me kërkesat në rritje të tregut të punës për profesionistë të kualifikuar, gjithnjë më shumë të rinj po orientohen drejt zanateve dhe po zgjedhin arsimin profesional si rrugën e duhur për punësim të sigurt. Shkollat profesionale po shihen në vendin tonë si një mënyrë më e lehtë për të punësuar pas përfundimit të studimeve. Arsimi profesional përfshin një gamë të larmishme fusha studimi, ku secila ofron mundësi për të zhvilluar aftësi të specializuara dhe për të ndjekur karriera frytëdhënëse. Përmes arsimit profesional, të rinjt rrisin njohuritë dhe mundësitë për të gjetur veten në tregun e punës. Gjithashtu, ministra Manërstiliu theksoi se sporti është bërë pjesë integrale e edukimit në shkolla, ku mbi 12.000 nxënës janë përfshirë këtë vit në programin kombëtar të ekipeve sportive. Në çdo shkollë të re, por edhe ato që janë në proces ndërtimi, kemi investuar në terene sportive dhe palestra moderne, dhe kjo ka ndikuar drejt për drejt në rritjen e numrit të nxënësve që ushtrojnë aktivitet fizik në disiplina të ndryshme sportive.